Kërkimet për gjetjen e trupit të 30-vjeçarit Jurgen Karaj nga fshati Fullqe i Klosit vijojnë prej 26 ditësh, pa rezultat. I riu dyshohet se është marrë nga rrjedha e fortë e ujit të zallit të Darsit më 10 janar, që prej ditës së zhdukjes, operacionet e kërkimit janë zhvilluar pa ndërprerje përgjatë rrjedhës së lumit mat. Çdo ditë në terren janë angazhuar 10 efektiv të batalionit të 3 të repartit të Këmbësorisë, Burrel. Familjarë të riut, si edhe struktura të tjera mbështetëse. Prej 29 janarit, kërkimeve u është bashkuar edhe një ekip i specializuar nga forcat e sigurisë së Kosovës. Më shumë se 11 efektiv të FSK-s janë të angazhuar çdo ditë në operacion, në bashkëpunim me forcat shqiptare. E gjithë vija lumore e matit është kontrolluar disa herë, por deri më tani nuk është gjetur as trupi i 30-vjeçarit dhe as ndonjë shenjë që të çojë në zbardhjen e fatit të tij. Paralelisht, kërkimet janë përqendruar edhe në basenin ujor të liçenit të Ulzës. Forcat e sigurisë së Kosovës kanë përdorur një dron në ujor në hyrje të liçenit, duke kontrolluar zonat me thellësi të madhe. Deri më 3 shkurt, operacioni nuk ka sjellë rezultate konkrete. Autoritetet bëjnë me dije se kërkimet do të vijojnë, ndërsa rënja e ndjeshme e prurjeve të lumit mat pritet të lehtësojë kontrollin e terrenit nga grupet e angazhuara.